تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, vëllezër të dashur. Fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për këtë seminar që na ka mundsuar këtu në këtë xhami Ashabu Sunna në Zvicër, dhe pastaj po ashtu edhe vëllezërit tanë të kësaj xhamie, sidomos dhe hoxhallarët, hoxhën Kamerin, po ashtu edhe hoxhën vllajën tonë të dashur Shpetimin, dhe vëllezërit që janë përreth tyre. Allah është përblevë me të mira për këtë mikpritje dhe këtë vllaznillok, dhe po ashtu edhe Allah është përblevë me të mira hoxhallarëve tanë, Shekh Gjemalit, Shekh Shabanit, Shekh Albenit, për pjesëmarrjen në këtë seminar, dhe lusë Allahun subhanahu wa taala me bërë këtë seminar të dobishëm për të gjithë neve, dhe me na bërë për atyre që i mësojnë këto mësime dhe i zbatojnë. Si e kemi lajmëru, ne bidhnillahi taala do të mësojmë së bashku në këto 3 mësime tefsir të sura Yusuf. Tefsiri i sura të Yusuf, që është domethënë sura Mekkija, sure e cila jo është shpallur pejgamberit alayhi salatu wassalam në Mekë. Dhe në tefsirin ton do i referohemi tefsirit të dietarit madh të Egjiptit, Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, dhe po ashtu kolosit të dijes Sheikh Abdurrahman As-Saadi rahimahullah. Padyshim domethënë sura Yusuf përmban thirrje në tauhid, paralajmërim nga shirku, përmban po ashtu se arritjen e gradën të ihsanit dhe të mbikëqyrjes e Allahut subhanahu wa taala, përmban po ashtu mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala, përmban falje nga Allahu subhanahu wa taala, përmban po ashtu bamirësi ndaj prindërve, po ashtu përmban edhe mirëmbajtja e lidhjeve farefisnore, po ashtu edhe durim, po ashtu përmban edhe morale të larta, mikpritje, urtësi, falje. Domethënë siç e do shohim domethënë edhe ka fundi i sura Yusuf, ku Yusufi alayhi salatu wassalam domethënë u afal vëllezërve të vet atë që ja kanë bërë. Në fillim, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an, wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Domethënë Alif Lam Ra, këto janë ajetet e librit të qartë. Ne kemi shpallur atë si Kur'an në gjuhën arabe, që ju të mund ta kuptoni. Ne po t'i referojmë ty historitë më të bukura përmes shpalljes së këtij Kur'anit, do nëse të domethënë ti nuk i njeh të këto çështje. Thot al-allama, al-muhaddith, al-mufassir Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, se me el-kitab është për qëllim këtu domethënë el-Kur'an, libri Allahu subhanahu wa taala, el-mubin, i qartë, domethënë i qartë në kulminacionin e qartësisë,
edhe të fjale Allahu subhanahu wa ta'ala që ju të mund të kuptoni, sepse thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah që ju mund ta kuptoni është është shpallur në gjuhën arabe, e cila është gjuha më elokuente, më e qartë, më e gjerë dhe me fjalive më të shumta, ku njeriu mundet të shprehet në mënyrë më precize për atë që do me e thënë dhe me e tregu. Prandaj dhe libri më fisnik, Korani, është shpallur në gjuhën më fisnike dhe tek profeti më fisnik dhe nga i dërguari meleku do më thonë më fisnik dhe në vendin më fisnik, në muajin më fisnik, do më thonë lugën më fisnike, tek profeti më fisnik, meleku më fisnik, vendi më fisnik, kohën më fisnike. Thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, është plotsu, do më thonë, nga të gjitha aspektet, është i përsosur. Korani është, do më thonë, nga të gjitha aspekte i përsosur. Dhe Sheikh Abdurrahman Es-Saadi rahimahullah thot që ju mund ta kuptoni, do më thonë ti kuptoni urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, ti kuptoni bazat e kësaj fesë, degët e saj, po ashtu edhe ndalesat, janë të qarta do më thonë, që ju ti kuptoni dhe në bazë të asaj pastaj dhe ti zbatoni ose për ndalimeve të largoheni. Po ashtu thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah në vazhdim të këtij ajetit, se ky ajet përmban se Kurani do më thonë është mjaftueshëm për njerëzimin, për udhëzimin e njerëzimit. Ato s'kan nevojë do më thonë për libër tjetër. I kthehen dhe i referohen librit Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe këtu e përmend Sheikhu rahimahullah çështjen që Omeri radiallahu anhu i shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me disa letra të Teuratit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa u zemru dhe i tha të ishte i gjallë Musa alaihi salatu wasalam nuk do të kishte zgjidhje tjetër për vetëm se të më pasonte mua. Do të thonë për vetëm se të më pasonte mua. Pasaj në ajetin në vazhdim, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada 10 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Kur Jusufi tha babait të tij, o babai im, pash në ëndër 11 yje, diellin dhe hënën i pash të gjithë duke më bërë sejdë. Këtu Jusufi alayhi salatu wassalam ja tregon ëndrën e tij babait të tij, i cili ishte Jaqub alayhi salatu wassalam. Për të ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Jusufin se është djali i fisnikut, i njeriut fisnik, do më thonë djali i njeriut fisnikut, do më thonë Jusuf ibn Jaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Çfarë preardhje do më thonë të bukur, preardhja më e mirë, që çon tek Khalilullah, te Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Edhe të gjithë kanë qenë pejgamber. Jusufi alayhi salatu wassalam, babai i tij, gjyshi i tij dhe stërgjyshi i tij Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Allahu subhanahu wa taala do të thonë këtë familje e ka nderuar me shpallje dhe dije dhe udhëzim. Këtu thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah se me 11 yje janë për qëllim do më thonë vëllezërit e Jusufit alayhi salatu wasallam, do thonë kanë qenë bashkë me gjithë Jusufin 12. Do thonë me pa Jusufin 11. Edhe me diellin dhe hanën janë për qëllim do më thonë në prindërit e tij. Do thonë prindërit do thotë Jakubi alayhi salam dhe nëna e Jusufit alayhi salatu wassalam. Thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah se dietarët e tefsirit kanë thonë si Qatada, Dhahak dhe të tjerë kështu me radhë se kjo ëndër është realizuar pas 40 vite. E disa të tjerë kanë mendimin se pas 80 viteve. Do thonë janë dy mendime këtu.
Një palë të dietarëve të tefsirit kanë thënë mas 40 vite është realizuar kjo ëndër të Jusufit alayhi salatu wassalam, e disa të tjerë domethënë kanë thënë pas 80 viteve. Pastaj, ajeti I radhës, ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala, qala ja, do thonë tregon për Jakubin alayhi salatu wassalam, që ka thënë djalit vet, evlatit vet Jusufit alayhi salatu wassalam, qala ja bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Do më thonë I tha Jakubi alayhi salatu wassalam, o birjem, mos u atrego vëllezërve të tu ëndrrën tënde, që të mos të kurdisin ndonjë kurth kundër teje. Vërtet, shejtani është armiku I hapur për njeriu. Thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah se kjo ëndër, do më thonë, e kuptoi Jakubi alayhi salatu wassalam nga në bazë të kësaj ëndrës se vëllezërit e Jusufit alayhi salatu wassalam do t'i nënshtrohen atit. Do t'i nënshtrohen atit dhe do e nderojnë, do t'a respektojnë. Do më thonë, ai do jetë I dalluar në mesin e tyre. Dhe si formë të nderimit dhe respektimit do t'jetë edhe kjo që do më thonë t'i bojnë sejdë në formë do më thonë të respektit dhe nderimit. Prandaj dhe Jakubi alayhi salatu wassalam u friksua se nëse Jusufi alayhi salatu wassalam, që ata ja kishin zilin dhe xhelozin si që do shohim, kur do a tregonte edhe një ëndër e tillë, atëherë edhe ma shumë do kishin zili dhe xhelozi, edhe do bojshin kundër atij, do më thonë komplote që ta do më thonë që ta dëmtojnë. Prandaj e këshilloj që mos me tregu këtë ëndër, mos me u avazhdu këtë ëndër, do më thonë atynve, edhe kështu veproi Jusufi alayhi salatu wassalam. Veproi Jusufi alayhi salatu wassalam që do më thonë nuk u atregoi ëndrën që e kishte pa. E mbajti do më thonë për vete. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala se shkaku I shpalljes të kësaj sure. Shkaku I shpalljes të kësaj sure është se disa prej sahabëve ridwanullahi alehim në Mekë I kërkuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do më thonë me u tregu do një histori. Do një histori do më thonë prej popujve të kaluar. Atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala u shpalli këtë sure. Edhe këtë sure ishte ngushëllim për sahabët dhe për pejgamberin alayhi salatu wassalam, se shikoni, meditoni, lexoni dhe kuptoni domethënë si ishte situata e Jusufit alayhi salatu wassalam, si përfundoi në thellësinë e pusit, si përfundoi që u dëmtu nga vëllezërit e tij, por fundi I mirë dhe I bukur ishte për të devotshmit dhe për njerëzve të mirë. Kështu do më thonë, si që do shohim edhe këtu në vazhdim Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah thot, është do më thonë janë shenja edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ajo që të ndodh ty, do më thonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do më thonë dije se fundi I mirë si gjikoi Jusufi alayhi salatu wassalam ndaj vëllezërve të tij dhe kishte pushtetin dhe fuqin, ashtu do më thonë do bëhesh edhe ti. Edhe kështu ndodhi që pejgamberi alayhi salatu wasallam u kthy në Mekë dhe e mori domethënë në Mekën nën pushtetin e muslimanëve. Në vazhdim, domethënë Allahu subhanahu wa taala thotë وكذلك domethënë fjalën e Jakubit alayhi salatu wassalam وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Domethënë
ja kështu Zoti yt do të zgjedh ty dhe do ta mësoj shpjegimin e ëndrave në ngjarjeve dhe do ta plotësojnë dhuntinë e tij mbi ty dhe mbi familjen e Jakupit. Ashtu siç e plotësoi domethënë mbi prindërit e tu, Ibrahimin dhe Ishakun, vërtet Zoti yt është i dijshëm dhe i urtë. Thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, domethënë këtu e kuptoi Jakubi alayhi salatu wassalam se ky biri vet, Jusufi alayhi salatu wassalam, do të përzgjidhet nga Allahu subhanahu wa taala për profeci, që të bëhet domethënë pejgamber, që të bëhet domethënë pejgamber dhe se do i vinë atij të shpallje. Do t'i vinë atij domethënë shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç u ka ardhur shpallje Ishakut dhe Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Inna rabbaka alimun hakim. Alimun hakim domethënë Allahu është, thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, i gjithdijshmi se ku e vendos dhe kën ja jep dhe kën e nderon me shpalljen e tij. Domethënë çështja nuk qëndron me pretendime, çështja nuk qëndron që me thënë jo po unë e du. Jo, kjo është domethënë dhuntia dhe mirësia e Allahut subhanahu wa taala ndaj robërve të tij. Dhe ja jep kujt të dun Allahu subhanahu wa taala. Sepse po ta shohim domethënë ata që futët e dishin domethënë për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe prandaj emigruan, u shpërngulën dhe i morën të gjitha ato sakrifica që me shku në gadishullin arabik dhe t'i kërkojnë ato vende që i kishin të përshkruajtura në librat e tyre. Dhe e gjetën se më së shumti i përngjajnë përshkrimeve Medinja dhe Khajberi. Dhe prandaj një pjesë shkoi atje e një pjesë në Khajber. Që me shpresu domethënë që një gruje nga çifutët ka me lind pejgamberin të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu subhanahu wa taala wa a'lamu haythu yaj'alu ar-risala. Ajo është domethënë më i dituri se ku e çon dhe kujt ja jep domethënë mesazhin hynor. Kujt ja jep domethënë Allahu subhanahu wa taala mesazhin hynor. Pasaj në vazhdim, ajeti në vazhdim, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Do më thonë, përkthimi është në historinë e Jusufit dhe vëllezërve të tij ka shenja për ata që pyesin. Për ata do më thonë që pyesin. Vëllezërit e Jusufit thanë, Jusufi dhe vllai i tij janë më të dashur te babai ynë se ne. Megjithatë që ne jemi një grup të madh. Do më thonë, ishin 10 vetë ata. Se këtu vllai i tij domethënë është për qëllim se ato të tjerit kanë qenë vëllezërit e Jusufit alayhi salatu wasallam, por Benjamini ka qenë domethënë vlla të Jusufit edhe nga baba edhe nga nëna. E ka pas domethënë Benjaminin vlla edhe nga baba edhe nga nëna. Kurse tjerit domethënë të tjerit ato 10 siç kuptohet domethënë nga konteksti, I ka pas domethënë vetëm nga babai I tyre, domethënë Jakupin alayhi salatu wassalam. E ne kanë thënë ata, me të vërtetë domethënë babai ynë është në gabim të qartë, sepse ai u jep përparësi këtyrve dyve, që janë ata dy, kurse ne jemi në anën tjetër 10, edhe ai I jep atyre domethënë në përparësi. Atëherë, kanë thënë, vriteni Jusufin, ose largojni atë në një vend tjetër, që vëmendja e babait tuaj të mbetet vetëm për juve.
e pastaj do të pendoheni dhe do të bëheni njerëz të mirë. Njëri prej tyre tha, edhe ky ka qenë më i madhi, domethënë, nga ato 10, domethënë, më i madhi në moshë, edhe më i mëshirshëm ndaj Jusufit alayhi salatu wassalam. Se donjëherë, siç e thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, sheri dallon, domethënë, se një pjesë thanë me e vra Jusufin alayhi salatu wassalam, e ky tha domethënë vetëm se nëse ju me të vërtet keni vendos këtë punë, këtë krim ta bëni, atëherë largojeni domethënë nga syt e babait tan Jakubit alayhi salatu wassalam, edhe pasaj do mbetet domethënë vëmendja e tij vetëm juve. Domethënë mos e vrisni, por hidheni në thellësinë e pusit. Do shta domethënë do kalojnë ato karavanat dhe do e marrin, edhe kështu domethënë do rehatoni prej tij. Thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, domethënë ka mësime në këtë histori. Historia e Jusufit alayhi salatu wasallam me vëllezërit e tij ka mësime, ka përkujtime, ka çështje ku duhet njeriu me reflektu, se me të vërtetë është një tregim mahnitës që meriton të tregohet dhe të transmetohet. Edhe ata në fillim kur kanë thënë la Jusufu, do thonë këtu janë betu, do thonë wallahi la Jusuf wa akhu, do thonë kjo përmban kuptimin pasha Allahun, do më thonë Jusufi dhe vllai i tij Benjamin janë më të dashur, më të preferuar te babai ynë se ne, edhe megjithatë se jemi ne, do më thonë në një grup të madh, një xhamaa. Atëherë do më thonë i madhi do më thonë në mesin e tyre ka thënë mos e vrisni, por largoni do më thonë nga sytë e Jakubit alayhi salatu wasallam, dhe kështu do më thonë do rehatoheni prej tij. Do rehatoni do më thonë nga ti. Edhe përmendet se ky më i madh ka pas emrin, thot Sheikh Ahmed Shakir, wa ismuhu Ruwaybil. Do më thonë la taqtulu Yusuf, mos e vrisni Jusufin alayhi salatu wasallam, do më thonë mos u çoni juve tash urrejtja dhe armiqësia deri në vrasje, që do të thotë kjo do më thonë që në disa rrethana urrejtja dhe armiqësia e çon njeriu bile edhe me vra tjetrin, për të cilin ai ka urrejtje dhe armiqësi. Por, thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, ata nuk kishin mundësi ta vrasin Jusufin alayhi salatu wasallam, sepse caktimi i Allahut subhanahu wa taala ishte me i shpall shpallje dhe të bëhet profet dhe me i dhën fuqi dhe pushtet në tokë. Prandaj me këtë fjalë të domethënë Ruwaybil i largoj domethënë nga synimi dhe qëllimi që ta vrasin në çështjen domethënë që ta hedhin në pusin, në fillsin domethënë e pusit, që thuhet domethënë thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, ka thënë Qatada, është domethënë bi'run fi Beitul Maqdis, domethënë është një pusë në Beitul Maqdis. Edhe kështu kur do kalon ato karavanet, e morin me vete, edhe ju do më thonë jeni rahatu prej nga ati do më thonë. Edhe kështu e vendosën këtë krim ta kryin, këtë krim do më thonë të madh, edhe ky krim të madh përmban disa dëme do më thonë, që ata, ose disa krime do më thonë. E para është, kjo është ndërprerja e lidhjeve farefisnore. Do thonë në vend ata, vëllezër që e kanë pas Jusufin, ti mirëmbajnë lidhjet farefisnore dhe vllazërore me të, me këtë do më thonë ata synojnë ndërprerje. E dyta, sjellje e keqe ndaj babait së tyre, do më thonë Jakubit alayhi salatu wassalam. E treta, mos me pas mëshirë ndaj të voglit, i cili nuk ka asnjë mekat, asnjë krim do më thonë. Mos me pas mëshirë. Nga ana tjetër, as mos me pas mëshirë ndaj të madhin, i cili e ka do më thonë atë paprekshmërinë dhe atë vlerën që ti t'ja largojsh fëmijën e vogël dhe të dashur për të. Dhe po ashtu, rreziku i madh të këtij mekatit tek Allahu subhanahu wa taala.
edhe me ndaj domethën që ka pas domethën e drejta babai I tyre Jakubi alayhi salatu wassalam me qenë bashk me djalin e tij Jusufin alayhi salatu wassalam dhe me jetu bashk. Por me gjitha domethën edhe nga ana tjetër thotë Sheikh Ahmed Shakir, po është edhe fëmia. Fëmia ka nevojë për butësinë e babait së tij. Ata domethënë në atë moshë kur ka pas Jusufi alayhi salatu wassalam nevojë për mëshirën, për butësinë, për afrimitetin të babait së tij, ata domethënë e kanë privu, e kanë largu. Edhe që t'ja lehtësojnë vetës këtë krim, qysh kanë thënë? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Pasi ta kryeni ju këtë vepër, këtë krim, pastaj do bëheni domethënë ju njerëz të mirë. Domethënë pastaj domethënë ju do bëheni domethënë njerëz të mirë. Kjo është domethënë që me ja lehtësu vetën krimin. Kur njeriu domethënë thotë unë do pendohem, prit pak njerë unë ta bëj ç'kit krim, e ne pasaj do bëhem buri I mirë. Kjo domethënë I jep njeriut inkurajim për të keqen. Dhe po ashtu kanë qenë edhe nxitje ndaj njëri tjetrit, që domethënë t'ja lehtësojnë njërin tjetrit, se masi ta kryjmë këtë krim, do bëhemi burra të mirë, do pendohemi edhe do bëhemi njerëz të mirë domethënë pastaj. Edhe kjo është gabim domethënë. Kjo është gabim, kjo rrugë është e gabuar, që ti me vepru në mënyrë të tillë. Edhe sot ka mundësi që dikush bën dëme, bën probleme, bën prishje, bën shkatrim, e ne pastaj bëhemi njerëz të mirë. Ka mundësi që dikush kërkon gra, kërkon nuse nëpër internet, u shkruan motrave, kontakton me motra, edhe thotun kur ta gjej një nuse të mirë, pastaj do pendohem, do bëhem burr të mirë unë pastaj, unë do bëhem pastaj selefi tamam, ama njerë ta gjej unë atë selefien. Jo, nuk shumë kjo puna kështu. Ti me këni jetu lujt. Ti do darësh për Allahun subhanahu wa ta'ala. Jo njerë ta bëj krimin, ta bëj mekatin, ta pregadis mekatin, e ne pastaj do bëhemi pastaj o takunu min ba'dihi qauman salihin. Jo ti që tash duhet salih me qenë. Që në moment se nuk I dihet a do mundesh ta përfundojsh atë gjë. Do është Allahu subhanahu wa ta'ala ta merr shpirtin në ato momente duke e kryer atë mekat, edhe atë krim. Barakallahu fikum. Prandaj duhet njeriu me marr shembull dhe me mësu. Dhe prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmend këtë çështje këtu si qortim për ata. Dhe se kjo rrugë nuk është rruga e duhur që duhet domethënë besimtarit I përmbahet. Sa hajt pastaj unë pendohem edhe bëhem burr I mirë pastaj. Jo, tash kërkohet ti jesh burr I mirë. Jo njerë ti bësh mekatet edhe pastaj qenë ke burr I mirë. Kur e bonte mekatin, ku e kishtje ndjenjen që Allahu subhanahu wa ta'ala të mbikëqyr? Ajo duhet çdo herë me pas muslimani. Pastaj, tash në vazhdim, kur e pregaditën komplotin se si ta largon Jusufin alayhi salatu wassalam nga Jakubi alayhi salatu wassalam, I shkun babait të tyre. Do thonë Jakubit, dhe Allahu Ta'ala tregon qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Do më thonë ata I thanë, o baba ynë, pse nuk na e beson ti neve Jusufin? Ne me të vërtet jemi, do më thonë, të qiltër dhe ja dum të miran atit. Nasihun jemi për to. Ja dum të miran, ja dum khajrin.
le të vinë me nesër, le të vinë me neve nesër, që të luaj dhe të kënaqet. Dhe ne do kujdesemi mirë për të. Ne do kujdesemi mirë për të. Thotë që Ahmed Shakir rahimahullah, do të thonë kur e bën planin, kur e vendosën, do të thonë se çka të bëjnë me Jusufin alayhi salatu wassalam, atëherë i erdhën Jakubit alayhi salatu wassalam dhe i thanë: "Ma baluk, si e mendon domethënë ti këtë punë që Jusufi alayhi salatu wassalam me dal me neve edhe të argëtohet pak dhe këtu do më thonë, barakallahu fikum, thotë Sheikh Abdurrahman As-Saadi, se ja lidhën Jakubit alayhi salatu wassalam çështjen e Jusufit, se kjo dalje me neve, shëtitja, kthehet do më thonë në dobinë e Jusufit alayhi salatu wassalam. Do thonë, është e dobishme për Jusufin, çaj me dal pak, me shëtit, me u argatu, me lutje kështu me radhë. Edhe kjo do më thonë ishte pak si lloj hyrje do më thonë dhe fillim që me bind Jakubin alayhi salatu wassalam që do më thonë me lishu do më thonë në Jusufin alayhi salatu wassalam me ata. Edhe inna lahu lahafidhun, ne do më thonë do e ruajmë, do kujdesemi, do më thonë, thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, do më thonë do kujdesemi në maksimumin sepse edhe për shkakun tënd. Do thonë ne e dim se ti çfarë dashuri dhe çfarë përkushtim ke për Jusufin alayhi salatu wassalam, për shkak kësaj ne edhe më shumë do kujdesemi për të që ta kthejmë domethënë ta kthejmë shnoshe mirë domethënë në shtëpi. Atëherë Jakubi alayhi salatu wassalam, Allahu tregon për fjalën e tij ku thot: "Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan la khasirun." Do më thonë, Jakubi alayhi salatu wassalam u ka thonë atyve se unë brengosem për to. Brengosem dhe mërzitem. Do më thonë, kjo periudha e shkurtër, do më thonë, ajo një ditë ka qenë realisht. Në mëngjes kanë shku, qëllimi ka qenë mbrëmje, të kthehen, po kjo periudhë i ka duk Jakubit alayhi salatu wassalam shumë të gjatë. Me qenë i ndar nga Jusufi alayhi salatu wassalam. Dhe kjo tregon do më thonë se ka pas shumë dashuri për Jusufin alayhi salatu wassalam, edhe nga ato do më thonë që ka pa në të do më thonë shenjat që Allahu subhanahu wa ta'ala ka me daluat dhe ka me përzgjethat dhe ka me nderu me shpallje, prandaj ka dash me pas gjithmon afër. Prandaj ka dash me pas gjithmon afër dhe që mos me ndodh asnjë farë lloj rrezik. Por në anën tjetër e ka pa Jakubi alayhi salatu wassalam se është e nevojshme për fëmin me dal pak, me u argëtu pak, me qenë aktiv pak. Edhe kjo e ka bë domethënë që me lishu me ata dhe me shku. Atëherë, ata domethënë ja kanë edhe ka thënë Jakubi alayhi salatu wassalam dhe kanë frikë se mos e ha ujku. Këtë fjalë ja kanë kap ata Jakubit alayhi salatu wassalam dhe pastaj kur do vinë ma vonë që do e shohin në vazhdim, mbas të kësaj fjalisë së Jakubit alayhi salatu wassalam, ata e kanë ndërtu domethënë në justifikimin e tyre ose gënjeshtrën e tyre, mashtrimin e tyre. Ja morën këtë domethënë edhe mbi kësaj e ndërtu gënjeshtrën dhe mashtrimin. Edhe ata thanë, si mund të haj ujku kur ne jemi një grup të madh? Nëse ndodh një gjë e tillë, atëherë ne me të vërtet jemi të humbur. Me të vërtet domethënë jemi të humbur. Këtu kur u ka thënë Jakubi alayhi salatu wassalam, e kam frikën se mos të han ujku, e ju domethënë jeni të angazhuar domethënë me vrapim, me shigjeta domethënë me e kështu me radh, atëherë kam frikë domethënë që se ju domethënë do jeni të neglizhuar domethënë ndaj kujdesjes së tij, edhe kështu domethënë mundet të dëmtohet domethënë Jusufi alayhi salatu wassalam.
Pastaj në vazhdim, falamma dhahabu bih wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jub wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Do më thonë, kur e quan dhe ranë dakord ta hedhin në pus, ne i shpallëm atit, do t'u tregosh atyre për këtë vepër e tyre, por kur ata nuk do të njohin. Do më thonë, thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, në momentin, edhe Sheikh Saadi rahimahullah thotë, në mëngjes kur u ndajti Jakubi alayhi salatu sa nga Jusufi, e mori për qafe, e shtrengoj, dhe u lut për të. Edhe sa u largun prej syve të Jakubit alayhi salatu wasalam, thotë Ahmed Shakir, fillun të arahin. Sa u largun nga sytë e Jakubit alayhi salatu wasalam, fillun, do më thonë, nuk ishin më këshilltar, të qiltër, mbrojtës për të, jo. Ishin, do më thonë, fillun të arahin, ta godasin, ta fyjn, ta ofendojnë, ta shtyjnë e kështu me radhë. Në momentin kur u largun nga sytë Jakubit alayhi salatu wasalam, filloi, do më thonë, armiqësia dhe lufta kundër Jusufit alayhi salatu wasalam, që ata ishin vijet, a ishe, do më thonë, në vetë. Edhe thot Sheikh Saadi rahimahullah, Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, se kur e kanë hedh në pus, kur ka dash Jusufi alayhi salatu wasalam të kapet, do të thonë, para se të hidhet në pus, ata do të thonë ja kanë ra, do të thonë, gishtat. E kanë godit të gishtat, do të thonë, çaj me lishu durat edhe ta lishën litarin, do të thonë, në poshtë, në thellësinë e pusit, edhe kur ka ardhur te deri gjysma, thot Sheikh Ahmed Shakir, te gjysma, do të thonë, e pusit, e kanë pre, do të thonë, litarin. E kanë pre dhe në mes të pusit brenda, do më thonë, në fillësinë të saj ka pas një lloj gurt madh, që aty, do më thonë, Jusufi alayhi salatu wasalam ka hyp, edhe aty ka qëndru. Aty Allahu subhanahu wa taala, nga mëshira e tij, nga butësia e tij me Jusufin alayhi salatu wasalam dhe urtësia e tij që nuk ja bashkon robit dy vështirësi, por do më thonë, auhejna i lejhi, i shpallëm atit, i erdhi shpallje Jusufit alayhi salatu wassalam, se ti për këtë vepër do u tregojsh atynve. Edhe ka këtu dy kuptime, do më thonë. Është kuptimi, si që ishte në përkthim, do më thonë, do u akujtojsh ti këtë gjë atynve, po ata nuk do të njohin, ajo pjesa e Egjiptit pastaj. Ose, një kuptim tjetër, thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimullah, se është, do më thonë, ata nuk e kanë gjej shpalljen, do thonë, nuk e kanë gjej, nuk kanë qenë të vetëdijshëm, do më thonë, se në ato momente i vjen Jusufit alayhi salatu wasalam shpallje, që është, thotë Sheikh Ahmed Shakir, për forcim për zemrën e tij dhe qetësim për zemrën e tij. Në ato momente, do më thonë, të vetmis, si që thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimullah, e kanë lënë, do më thonë, të vetmuar. S'kan pas mëshirë, do më thonë. Armiqësia i ka qu deri në atë shkallë, që do më thonë me hedh poshtë edhe me elon. Edhe do më thonë me elon. Pastaj, Allahu subhanahu wa ta'ala tregon në vazhdim, وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Ata erdhën te babai I tyre në mbrëmje, duke qarë. Erdhën te babai I tyre në mbrëmje, duke qarë. Do thonë edhe kjo, prandaj ka ibra, ka mësim, ka përkujtim për ata që pyesin, për ata që logjikojnë, për ata që reflektojnë. Gjithmonë dhe çdo herë njerëzit, do më thonë, kur bojnë do një mekat, do një krim, nuk e shfaqin kështu ashiqare.
po e mbulojnë me diçka, e amballazhojnë me diçka, e maskojnë me diçka, se sikurse janë domethënë për krahës së të vërtetës dhe drejtësisë dhe duan të drejtën. Prandaj edhe u kthyn natën, që do të thotë domethënë janë mundu gjithë ditën, janë mërzit, janë trondit nga asaj që i ndodhi Jusufit alayhis salatu wassalam sipas tyre, edhe tash natën po vinë, edhe po çajnë, po derdhin lot, edhe janë të tronditur, dhe bile edhe thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimullah, shfaqin një farë lloj dhimbje dhe dhimbshmëri për babajnë e tyre. Do thonë na vjen shumë keq për ty, se ti e deshte atë më së shumti dhe më së afërt i kishte zemrës, edhe që i ndodhi bash ajo nga e cila ti po friksoheshte. Që me hangër domethënë na ujku. Edhe këtu Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah thot se ata domethënë ja kanë formulu këtu se ne ti nuk na beson neve. Po edhe sikur të ishim domethënë të sinqert, ndodhi bash ajo që domethënë ti po kishte frikë edhe shqetësoheshte, që ta hajnë ujku, edhe ndodhi bash ajo nga ajo cila u friksova, ndodhi domethënë ajo domethënë nga e cila ti shqetësoheshte. Pastaj dhe e sollën këmishën e tij të përlyer ose të përgjakosur me gjak të rrenë. Atëherë Jakubi alayhis salatu wassalam ka thënë, jo, shpirtrat tuaja ju kanë shtyr në një punë të keqe, durim të bukur, Allahu është ai për të cilit kërkohet ndihmë për atë që më keni treguar. Domethënë, erdhën me këmishën e Jusufit alayhis salatu wassalam, duke pas të përgjakosur me gjak të rrem, që thot Sheikh Ahmed Shakir, e kanë therrur një kec, edhe me gjakun e kecit e kanë përly këmishën e Jusufit alayhis salatu wassalam. Që demek pak me i përngjajt që ne, edhe pse ti nuk na beson, do të sjellim një fakt real që me të vërtet i ndodhi ajo Jusufit alayhis salatu wassalam. Edhe ja sjellin këmishën e përgjakosur. Domethënë, shikoni prap, me pas diçka që i përngjan së të vërtetës. Nuk vinë ata njerëzit e kotës kështu ashiqare të shfaqen. Me thonë, jo, po unë jem kriminal, unë jem i prishur, unë ta du të keqen ty. Jo. Vinë, domethënë, duke i përshtjell çështjet. Edhe këta deshin domethënë ta përshtjellin çështjen, duke e bërë domethënë me gjakun e kecit, si ka thënë Mujahid dhe disa të tjerë domethënë prej dietarëve të tefsirit. Por thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, ata kanë haru domethënë një çështje, domethënë një pikë të rëndësishme, që me atë janë demasku dhe ky krim, edhe kjo sjellje domethënë nuk u ka pranuar Jakubi alayhis salatu wassalam, dhe ishte pjesa domethënë që ajo këmisha nuk kishte askund vrima domethënë ose të jetë e shqyme. Se kur e kap ujku, kur e sulmon një fëmijë, pa tjetër domethënë këmisha do dëmtohet, do janë domethënë gjurmët e dëmtimit do janë të dukshme tek këmisha. Këmisha e Jusufit alayhis salatu wassalam ishte domethënë e pa dëmtuar, veç e përgjakosur. Prandaj Jakubi alayhis salatu wassalam ka thënë, bel sawalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil. Thonë, këtë ju e keni sa ju e keni domethënë e keni përgatit këtë komplot. Prandaj po unë boj domethënë sabër të bukur, dhe thot Sheikh Ahmed Shakir se sabrun jamil është domethënë sabri ku nuk ka vajtim apo humbje të kontrollit. Sabrun jamil, domethënë sabër i bukur, nuk ka vajtim e as domethënë humbja e kontrollit. Pastaj në vazhdim
thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Një karavan kaloi pranë pusit dhe dërguan një ujmbajtës, ai e hodhi kofën dhe thiri, gëzim, ja një djalë. Kur e hodhi ai kofën poshtë, Jusufi alayhi salatu wasallam kapi për kofë, ai tu e çit domethën jashtë, në vend me pa ujtin, doli domethën një njeri domethën. Doli Jusufi alayhi salatu wasalam që domethën si do e shohim në vazhdim domethën edhe pamjen të bukur e kishte, po edhe karakterin e sjelljen e moralin e kështu me radhë. Atëherë dhe e morën si mal tregu. Allahu e dinte që bënin ata. E shitën për pak para. Edhe ishin domethën në shumë zahidin, domethën nuk u interesonte shumë çmimi domethën. Deshin domethën edhe thotë Sheikh Ahmed Shakir, sikurse edhe tua kishin kërku bila shej për asnjë farë lloj vleri e kishin thënë. Këtu domethën wa sarruhu bidaa. Ka dy shpjegime të dietarëve të tefsirit. Shpjegimi i parë është ata ujmbajtësit kur e qitën Jusufin alayhi salatu wassalam, para se të shkojnë te karavanet atje, e mshefan Jusufin alayhi salatu wassalam demek se ky njeri ne e kena blet nga këto njerëzit që janë këtu afër ujtit, edhe ai është robi ynë. Edhe nuk e tregun çmimin domethënë. Në anën tjetër, kanë thënë disa prej dietarëve të tefsirit, se kuptimi është vëllezërit e tij të Jusufit e kanë shefur realitetin e tij. Domethënë, përmendet ata janë shefur aty afër pusit, e ne kanë prit që karavanet kalojnë, ta qisin, edhe mi shku karavanve dhe mi thënë, kjo është robi jonë që na ka ik neve, është i padëgjushëm. Shkojnë çfarë komplota. Domethënë, kur ta qisin karavanet, jo ky me marr rrugën kthehet në shtëpi, me thënë, unë jam njeri i lirë, vëllezërit e mi më kanë hedhë. Kanë prit aty domethënë afër, që sa ta qesin jashtë nga pusi, ta t'i vërsulen edhe t'u thonë atynve, kjo është robi jonë, sklavi jon i padëgjushëm, prandaj ne duam ta hekim piqafe këtij. Nuk na dëgjon. Merreni për çfarë çmim doni ju. Dikush mundet me thonë këtu tash Sheikh Abdulrahman Saadi e përmend kët, po pse Jusufi alayhi salatu wasallam nuk u mbrojt këtu? Pse nuk u mbrojt? Nuk u mbrojt se e dinte se përndryshe do e vrasin. Përndryshe do e vrasin. Do thonë, e kuptoj ai se ma mirë e zgjodhi të shitet si rop el-bej', se sa do më thonë ata ujmbajtësit me thonë në rregull, është puna juaj, tash vazhdoni ju, edhe ata largohen, këta pastaj që me të vërtet atë planin që kanë pas në fillim A, ta çojnë tash në vend, se plani B me hedh në pus nuk u shkoj, edhe tash me hek për qafe, me largu nga syte babait tan Jakubit alayhi salatu wassalam, çka të bëjmë domethënë? Do e vrasim. Prandaj Jusufi alayhi salatu wassalam nuk tha gjë. Nuk tha gjë. La domethënë që të shitet. Edhe e shitën domethënë për një çmim domethënë shumë të ulët. Edhe nuk kishin interes domethënë në çmimin. Deshin vetëm ta largojnë. Vetëm domethënë ata ta largojnë. Kjo, thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, ky ajet këtu, edhe ndodhia, si ndodhi që vëllezërit e shitën për disa dirhema, domethënë të pakta, që disa kanë thënë për dietarëve 20 dirhema kanë qenë, disa të tjerë 22.
kjo është prap ngushëllim këtu për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se Allahu subhanahu wa taala i tregon bi annani alimun bi adha qaumik, unë jam i gjithdijshëm për dëmin që ta shkakton ty Muhammed populli yt, wa ana qadirun ala inkari alejhim, dhe unë jam i gjithë fuqishmi që një gjë e tillë do të thonë ta largoj prej teje dhe t'i pengoj që të mos të dëmtojnë, por u jep pak afat edhe pastaj përfundimi i mirë dhe hukmi ndaj atyrve do jenë nga ana yte, domethënë. Sikurse edhe ndodhi çështja çështja Jusufit alayhi salatu wassalam me vëllezërit e tij, Pastaj tash fillon pjesa tjetër të sura Jusuf, pjesa e Egjiptit tash. Vjen Jusufi alayhi salatu wassalam në Egjipt. Edhe kush e blejt, edhe kjo është nga caktimi Allahut subhanahu wa taala. Prandaj këto ajete, këto sure kur t'i lexojmë, me të vërtetë duhet me lënë ndikim, domethënë gjurmë në zemrat tona. Edhe ai i cili e qiti Jusufin alayhi salatu wassalam nga pusi, edhe shkoi në Egjipt, edhe prap hynin në burg, doli prej burgut dhe u bë domethënë pushtetar, u bë domethënë ministri i ekonomisë. Ai është i gjithë fuqishëm. Dhe Allahu ka urtësi të plot në caktimin e tij. Që robi domethënë ta ketë fuqimisht të lidhur zemrën e tij me Allahun subhanahu wa taala, se këto sure janë të shpallura që ne të marrim mësim, që besimtarët t'i lexojnë dhe të përkujtohen. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra liimraatihi akrimi mathwahu asa yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Domethënë, ai që e bleu në Egjipt ishte El Aziz, ishte domethënë ministri përgjegjës i për thesaret e Egjiptit. Do të shikoni tash në çfarë shtëpi, në çfarë vend nga pusi ku përfundon Jusufi alayhi salatu wassalam. Dhe ishte njeri i mençur. Ishte njeri domethënë i mençur. El Aziz. Edhe pa domethënë te Jusufi alayhi salatu wassalam pa sifate që si kishte patë do një njeri tjetër më parë. Edhe prandaj e bleu me njerë me vendosmëri. Dhe jo vetëm kaq, kur e çojnë shtëpinë e tij, te familja e vete, te gruaja e vete, i tha: nderoje mirë këtë djalosh. Ndoshta do të na bëj dobi, ose do ta marrim si birr, si fëmijë, si evlat. Edhe kjo Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah thotë se kjo tregon se ata s'kan pas fëmijë. Prandaj ka thënë ndoshta edhe do ta marrim si evlat. Thot Allahu Teala, kështu e vendosëm Jusufin në tokë dhe ja mësuam shpjegimin e ëndrave. Allahu ka pushtet mbi çdo çështje, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Kur ai u pjek, ne i dham urtësi dhe dije, kështu ishte problem domethënë bamirësit. Thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, Allahu subhanahu wa taala na tregon këtu për mëshirën e tij dhe butësinë e tij te Jusufit alayhi salatu wassalam, që i caktoi atit që ndoshta nga njerëzit më të mirë ose një ndër njerëzit më të mirë të Egjiptit me blej Jusufin alayhi salatu wassalam, që kështu ai u kujdes për të dhe e nderoi dhe porositi familjen e tij gjithashtu të kujdesen dhe ta nderojnë, sepse pa sifate të hajrit dhe salah. Edhe thot Sheikh Ahmed Shakir rahimullah se thuhet se ka pas emrin, ka thënë Abdullah ibn Abbasi se ky El Aziz e ka pas emrin Qitfirun. Do të thonë ka qenë përgjegjës për thesaret e Egjiptit. Ka qenë përgjegjës domethënë për thesaret e Egjiptit.
Sheikh Abdurrahman As-Saadi rahimullah thot në këtë pjesë këtu, Jusufi alayhi salatu wassalam përfundoi domethënë të një shtëpi ku kishte qetësi, ku nuk kishte brenga, ku kishte siguri, që kështu ai të vazhdojnë në kërkimin e dijes dhe duke u zhvilluar në këtë aspekt. Do thonë i kishte të gjitha ato mundësitë, se Allahu Akbar. Me të vërtetë në kërkimin e dijes, prej faktoreve të mëdhej është siguria, me pas njeriu siguri. Pa me pas siguri nuk ka mësim, nuk ka ligjerim, nuk ka ligjerata, nuk ka mësimdhënie nga dietarët, nga tulabul ilm. Me pas qetësi, pa mos u qetësove ti, s'mundesh ti kuptosh çështjet, tamam hakikat siç janë, domethënë në realitet. Po ashtu domethënë edhe nga aspekti ekonomik. Domethënë e kishte Jusufi alayhi salatu sallam edhe këtë çështje të siguruar aty. Që nuk ishte brenga se ku me fitu e kështu me radh, ishte domethënë në një shtëpi ku kishte siguri dhe e nderon. Dhe e nderon. Prandaj te pjesa domethënë te ajeti wallahu ghalibun ala amrihi është thot Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah se askush nuk mundet me e kthy, as me e pengu, as me kundërshtu urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Por shumica e njerëzve domethënë nuk e kuptojnë një gjë e tillë. Kur e arriti Jusufi alayhi salatu wassalam domethënë moshën kur u pjek e pjekurisë, edhe këtu është çështja për sosmëria e mençurisë, e logjikës, edhe po ashtu edhe në trup domethënë u boi fuqishëm. Atëherë domethënë Allahu subhanahu wa taala e nderoi atë me profetësi, u bë domethënë pejgamber. Këtu domethënë moshën, në cila moshë ka qenë, disa prej dietarëve si Abdullah ibn Abbas i kanë thënë moshën 30 vjet e disa vite, 30 vjet e disa vite. Dhahak ka thënë 20 vjeçar ka qenë. El Hasan El Basri rahimahullah ka thënë 40 vjet i ka pas. Po këto domethënë Allahu a'lam domethënë që sa vjet i ka pas Jusufi alayhi salatu wasalam, por e ka arrit domethënë moshën e pjekurisë. E ka arrit domethënë moshën e pjekurisë dhe e fuqisë së logjikës dhe trupit që me qenë i denjt që këtë shpallje domethënë me mbart dhe pastaj me përhap. Edhe Allahu subhanahu wa taala vazhdon domethënë duke na tregu çështjen e Jusufit alayhi salatu wassalam me gruan e atit ministrit të Egjiptit, ku thot Allahu Ta'ala warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ajo në shtëpinë së cilës jetonte ai tentoi ta joshte. I mbylli dyert dhe i tha: "Eja, hajde." Ai u përgjigj: "Allahu më ruajt. Ai, zotria jem, më ka trajtuar mirë. Keqbërësit nuk kanë sukses." Keqbërësit domethënë nuk kanë sukses. Sheikh Abdurrahman As-Saadi rahimahullah thot këtu se kjo sprov ishte më e madhe se sprova e hedhjes në thellësinë e pusit. Sepse kur u hedh në thellësinë e pusit, Jusufi alayhi salatu wassalam nuk ishte me zgjedhjen e tij. Kurse këtu, domethënë ai e ka zgjidhjen. A ti bindet kësaj gruaje që ajo u zbukuru për të, u pregadit për të, ishte në domethënë në kulminacionin e bukurisë dhe ishte gru domethënë që kishte pozit dhe fuqi dhe edhe çështja ishte që mbonte edhe çështjen edhe më e vështirë, edhe më e sikletshme, që ata ishin në shtëpinë ku jetojshin
dyert i mbylli, as kush domethënë nuk na shef. S'ka. As në marrin vesh njerëzit jashtë se çka ka ndodhur brenda. Kjo sprove ishte domethënë për Jusufin alayhi salatu wasalam më e madhe që me duru ndaj kësaj sprove, se sa ajo sprova domethënë në hedhjen e pusit, po domethënë njerëzit të sinqert, njerëzit që janë muhsinin, domethënë Allahu subhanahu wa taala u bën rrugdalje në raste të tilla dhe të vështira. Dhe Jusufi alayhi salatu wasalam, thotë Sheikh Abdulrahman Saadi, ishte i huaj në Egjipt. Ishte i huaj. Që do thotë domethënë i huaj tash, me bo një krim në një vend tjetër, kush e qorton atë? S'ka kush me e qortu, se nuk e njehin. Në anën tjetër plus ishte si shërbetor, si punëtor të ajo shtëpi, e ajo ishte zonja. Do thonë qortimin do ishte mbi asaj, jo ndaj punëtorit. E gjitha kjo, Jusufi alayhi salatu wasalam qëndroi, i pa lëkundshëm domethënë. Megjithatë se ajo domethënë u përgatit dhe i mbylli dyert dhe ishte grua e bukur, dhe Jusufi alayhi salatu wasalam ishte i bukur dhe ishte në moshën e rinis. Dhe ishte i huaj në atë vend. Ishte i huaj. Por njerëzit domethënë, flasim këtu domethënë për një djalë të pejgamberëve. Edhe vetë ka qenë pejgamber. Çka i thot asaj? Innehu rabbi ahsana mathwaya. Me të vërtetë ai zotria jem kur mblejti në fillim, kur erdha domethënë si rob, ai domethënë më mori në shtëpinë e tij, më priti mirë, më nderoj, më dha qetësi, më dha siguri, e unë tash t'ia kthej atit me këtë krim, me imoralitet ndaj familjes së tij, tha ma'adha Allah. Allahu më ruajt mua nga një gjë e tillë. Do thonë ihsani e mira nuk thehet për vetëm se me të mirë. Dikush ka qenë sebeb për ty që ti të udhëzohesh me menhexhin selefi, si duhet t'ia kthesh atit? Ka thënë selefët se nëse mësojsha një hadith nga njënit, gjithë jetën isha si lloj robi atit, shërbetori atit, ja disha këtë nder, domethënë që një hadith kisha mësuar prej atit. Shiko dhe Jusufi alayhi salatu wasallam, këta janë karakteret, moralet e pejgamberëve. Që ata të mirën me të mirën e kthejnë, jo të mirën me tradhti. Jo të mirën me tradhti. Kjo nuk është morali i pejgamberëve, i njerëzve që kanë arritur kulminacion në moral. Nuk ishte askush aty, por ja mbante mend ato të mira që ja kishte bërë. Dhe nuk deshte me e tradhtu dhe me ja kthe me të keqe. Dhe në vazhdim, thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa laqad hammat bih, wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih, kadhalika linusrifa anhu as-su'a wal fahsha, innahu min ibadina al-mukhlasin. Kuptimi është, ajo e dëshironte, dhe edhe ai do ta kishte dëshiruar, sikur të mos shihte dëshminë e Zotit të tij. Kështu që të largojmë prej tij të keqen, ai ishte një nga robërit tan të sinqert. Nga robërit tan domethënë të sinqert. Cilat argumente i ka pa Jusufi alayhi salatu wassalam? Disa prej dietarëve kanë thënë, domethënë në mënyrë të përgjithshme. Argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Disa prej dietarëve kanë thënë e ka pa në atë moment Allahu Teala ja ka bërë fytyrën e Jakubit alayhi salam me pa para syve të vet. Disa prej dietarëve kanë thonë në ato momente ka pa domethënë fytyrën e atit El Aziz të Egjiptit, domethënë ministrit. Domethënë ai zotria që e blejti dhe ishte i mirë me të dhe i sjellshëm me të dhe i but me të dhe e mikpriti mirë. Domethënë, po disa kanë thënë e lema ashtu, domethënë siç ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala.
Pastaj Jusufi alayhi salatu wassalam deshte me ik. Me ik do më thonë nga vendi i fitnes. Edhe kjo prapë na jep me kuptu se njeriu ku ka fitne duhet me ik, jo me shku aty brenda. Edhe me thonë jo po unë du me dëgju çka thonë këta. Prit pak se unë kuptoj, unë i kuptoj argumentet. Jo, ti nuk i kupton argumentet. Me të vërtet ata disa që pretendojnë argumente, nuk i kuptojnë argumentet. Edhe kush nuk i kupton argumentet, as nuk meriton ti flasësh me argumente. Jusufi alayhi salatu wassalam tregon Allahu subhanahu wa ta'ala واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أو إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كانت قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Do më thonë, ata vrapuan drejt derës. Do më thonë, Jusufi tu ik nga asaj, nga vendi i fitnes, ajo tu i shku për mas me ndal. Edhe kështu do më thonë, ja shqeu këmishën nga mbrapa. Dhe sa u qol dera, burri asaj do më thonë, ishte te dera. Atër filloj komploti asaj. Dhe i tha do më thonë, u shfaq dhe me kësa ajo e pastër është, po me gjithat, nuk i tha do më thonë se ka ndodhë diçka mes tyre dyve. Po se ky vetëm ka dash keqen për familjen ose me familjen tënde. Ka thënë do më thonë, dënim për atë që ka dashur t'i bëj keq do më thonë familjes tënde. Është burgu ose ndëshkim i dhimbshëm. Atëherë këtu Jusufi alayhi salatu wassalam e mbrojti veten. Të çështja e pusit nuk e mbroj veten, se dinte se çka mundet me ndodh. Këtu e mbrojti veten. I tha atit zotriut, nuk është ashtu. Ajo tentoi do më thonë të mfus mund zina dhe në imoralitet. Ajo u josh do më thonë. Jo une do më thonë. E mbrojti do më thonë veten dhe e pastroj. Atëherë, ai El Aziz Masr ishte do më thonë se secili e thoshte se unë jam të e thënë të vërtetën. Edhe Jusufi alayhi salatu wassalam, por edhe gruja e atit ministrit. Atëherë s'dinte ai kujt t'i besojnë, se realisht ai e dinte Jusufin alayhi salatu wassalam për sitkun e tij, për amanetin e tij, për nderin e tij, por nga ana tjetër bëhet fjalë për gruan e tij. Atëherë do më thonë erdhi një dëshmitar nga familja e saj dhe dëshmoj. Nëse këmisha ati është shqyër prapa, ajo ka thënë të vërtetën, do thonë nëse është shqyër do thonë për para. Nëse është shqyër për para, atëherë është i vjen kjo thotë Sheikh Ahmed Shakir se ai ka dash t'i vërsulet asaj, edhe ajo duke e shty, edhe ja ka gris këmishën. Ja ka shqy. E nëse është e shqyër nga mbrapa, atëherë ai ka dash me ik, e kjo është ka shku, do më thonë, për mas edhe ka ndodhë ajo që shka ndodhë. Edhe kur e kanë pa, do më thonë, se me të vërtet këmisha ishte shqyër nga prapa, atëherë e kuptoj ai, do më thonë, se të vërtetën e ka thënë Jusufi alayhi salatu wassalam dhe ajo, do më thonë, ka gënjy. Atëherë ka thënë ai, kjo është nga dredhit tuaja, ju grave, dhe dredhit tuaj janë të mëdha. Jusuf, lëre këtë çështje, dhe ti, për gruas veti thot, kërko falje për gabimin tënd, ti ke gabuar. Do më thonë, ky El Aziz Egjiptit ishte njeri mençur, edhe Ibn Kathir rahimallahu përmend se ka qenë musliman. Do më thonë, zdeshte
zdeshte domethënë qënderi i tij të njolloset në Egjipt, se ishte njëri me pozit. Edhe prandaj domethënë dhe i tha Jusufit alayhi salatu wasalam, mos i kushto kësaj çështje rëndësi. Lije kët, haroje kët çka ndodhi këtu. Në anën tjetër i tha gruas vete, kërko falje domethënë për gabimin që ke bërë, se me të vërtetë domethënë ke gabu që ti ke dasht të bësh një gjë e tillë me këtë djaloshtri. Edhe Sheikh Ahmed Shakir rahimullah thot, është një farë lloj jo qortim i rënd nga ai për gruan e tij. Sepse sikurse domethënë ai pa rrethana dhe çështjen nuk mundeshte me qortu atë gru aq shumë krahës bukurinë që e kishte Jusufi alayhi salatu wassalam. Edhe tha kërko falje domethënë edhe ne të mbarojmë kjo çështja domethënë me kaq. Me kaq. Pastaj janë këto ajetet të fundit për sonte bi'idhnillahi ta'ala. Ato gratë e Egjiptit, gratë të elitës së Egjiptit realisht, se ky vetë ishte ministri nga elita e Egjiptit, edhe normal elita shoqërohet me elitën, domethënë, me ministra, me prijes, me princa e kështu me radhë. Ato gratë e morën vesh, megjithatë që El Aziz zdeshte ky lajm të përhapet, po ndodhi u përhap ky lajm. Tash, siç e thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimullah, ato gratë e princave dhe e elitës e Egjiptit ishin kurreshtare me pa Jusufin. Ama si tash me gjet një rrugë me pa këtë djalosh që kjo gruaja e Azizit aq është dashuru sa që zemra e saj është, domethënë e ka plume nga dashuria për të, kush mundet me qenë ky njeri, plus është punëtori i saj. Edhe bon komplot, se demek me fillu me hedh akuza kundër saj, që me këto akuza realisht ishte që ajo me iftu në shtëpinë e saj, edhe ta shohin ata Jusufin alayhi salatu wassalam. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë pjesë: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Do më thonë, gratë në qytet thanë, gruaja e zotris ka dasht, do më thonë, me josh shërbetorin, punëtorin e saj. Ai ja ka pushtuar zemrën e saj. Ne mendojmë se ai është në gabim të madh dhe të qartë për këtë çështje. Kur dëgjoi fjalët e tyre ajo, i ftoi dhe përgatiti një gosti dhe u dha nga një thik. Edhe i tha Jusufit alayhi salatu wasalam, dil para tyre. Kur e pan, u mahnitën dhe i pren duart. Than, Allahu është i madh. Ky nuk është njeri, është vetëm një melek fisnik. Ajo u tha, ky është ai për të cilin më keni qortu.
Unë u përpoq ata joshtja, por ai u përmbajt, nëse nuk bën çfarë i urdhëroj une, ai patjetër do të burgoset dhe do të jetë domethënë gata për ulurit. Atëherë Jusufi alayhi salatu wasallam ka thënë, Zoti im, burgu është më i dashur për mua se sa ajo që më thrasin këta. Nëse ti nuk më largon, nuk e largon prej me dredhin e tyre, unë domethënë mund të ndohem e të bëhem nga të paditurit. Zoti u përgjigj lutjes së tij dhe ja largoi dredhin e tyre, ai është dëgjuesi dhe i dishmi. Thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, domethënë u përhap lajmi. U përhap domethënë në mesin e njerëzve domethënë që kishin pozitë në Egjipt, edhe fillun ata domethënë ta çortojnë atë gruan. Edhe kanë thënë domethënë se ka arrit dashuria e saj për të kulminacion, saqë është thuhet domethënë el-shaghaf el-hub el-qatil, do të thonë dashuria që është domethënë shkatruese. Edhe kur u amundsoi ajo që ta shohin ata Jusufin alayhi salatu wassalam, atëherë domethënë ata nuk e çortojshin më për veprimin e saj. E kuptuan domethënë se ka qenë e pritshme pre asaj që ajo së një përmbahet vetës ndaj këtij djaloshit të bukur, Jusufit alayhi salatu wassalam, saqë ata domethënë i kanë pre durt e tyre pa me ndjenjë një gjë e tillë, kur e kanë pa bukurinë e Jusufit alayhi salatu wassalam. Por Jusufi alayhi salatu wassalam, megjithatë që ajo, thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah, ai ishte i ri dhe i bukur dhe i përsosur dhe e fton gruaja e zotrisë së tij, që ajo është në kulminacionin e bukurisë dhe pasurisë dhe drejtësisë, domethënë që ka pas ka udhëheq, domethënë udhëheqësisë. Megjithatë ai i përmbahet kësaj çështjes dhe e zgjedh burgun ndaj çështjes së t'i bindet asaj gruas. Dhe thotë Sheikh Ahmed Shakir rahimullah, hadha fi ghayati maqamat al-kamal. Kjo është domethënë në kulminacioni në shkallave të përsosmërisë. Kjo është kulminacion domethënë, që ai njeri i ri, i huaj në atë vend. Kjo në anën tjetër e pasur, e bukur, me pozitë, me krejt sendet, edhe ai thot, burgu është më i dashur për mua se sa unë të bëj një gjë e tillë. Sepse një gjë e tillë është prej njerëzve të ignorancës që bën një gjë domethënë e tillë. Dhe në fund e përmend Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah hadithin që është në Sahihain, ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam se Allahu subhanahu wa taala 7 persona ka me i fut në hijen e tij në ditën e gjykimit, dhe i fundi është domethënë një njeri i cili një grua e fton për zina, e cila është e bukur dhe me pozitë, dhe ai e refuzon duke a thënë asaj inni akhafullah. Unë i tutem, i friksohen domethënë Allahun subhanahu wa taala. Edhe Jusufi alayhi salatu wasallam pikërisht këtë kishte. I friksoheshte Allahu subhanahu wa taala dhe shpresonte për këtë përmbajtje e tij, edhe pse ishte dënimi dosha me burg, shpresonte domethënë shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Jo domethënë tek njerëzit dhe dunja, jo, shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.